إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të gjitha falënderimet dhe lëvëdatat i takojnë Allahut të lartësuar, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë që Allahu i lartësuar e udhëzon nuk ka kush që mund ta humbë, dhe atë që e shpije në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahu të lartësuar, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Allahu i lartësuar na porosit me devotshmërinë, me mallin më të rëndësishëm, më të hyrë të kësaj bote, të kësaj dynjaje, duke thënë: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O besimtar, fiksoni Allahut ashtu se kurse ai e meriton të fiksoheni atij, dhe vdekja mos të gjej vetëm se duke qenë besimtar. Po kështu thot: Ja ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, friksoni Zotin tuaj i cili krijoi nga njëri vetëm, prej tij krijoi bashkëshorten e tij, prej atyre të dyve shtoi shumë burra dhe gra. Friksoni Allahut me emrin të cilit përbetoheni dhe mbani lidhjet parafisnore. Allahu është mbikëqyrës ndaj jush. Po kështu thot: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju besimtar, fiksoni Allahut dhe thoni vetëm fjalë të drejta. Me këtë gjë ai u rregullon punën dhe u fshin gjunahet. Ai që i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij ka arritur një fitore të madhe. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, tashmë ne jemi në sezonin e begat, jemi në periudhën e bereqetshme që është 10 ditëshi i parë i Dhul-Hijjes. Ky 10 ditësh, i cili është një dhuratë hyjnore për ne, është një mirësi dhe është një shans i artë që çdo besimtar dhe besimtare të shtojë veprat e mira dhe këto mirësi të pafundme t'i shkruhen në librin e tij, në regjistrin e tij dhe t'i rëndojnë në peshorën e ditës Kiametit. Ky 10 ditësh për rëndësinë e të cilit është betuar vetë Allahu Teala, Allahu i lartësuar, duke thënë: Wal fajri wa layalin ashr. Pasha 10 ditë, pasha agimin, pasha 10 ditëshin. Dhe këtu bëhet fjalë, sikurse është komentuar nga selefët, nga të parët tanë, për 10 ditëshin e Dhul-Hijjes. Po kështu Allahu thot: Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Thot në një vend tjetër të Kuranit, në mënyrë që ata të prezantojnë, ti dëshmojnë mirësitë tona dhe ta përmendin emrin e Allahut, wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, ta përmendin emrin e Allahut në ditët e përcaktuara. Ditët e përcaktuara është pikërisht 10 ditëshi i Dhul-Hijjes, sikurse është mendimi i shumicës së komentuesve të Kuranit. E jo vetëm që Allahu Azza wa Jall është betuar në këtë 10 ditësh, por dhe i dërguari Allahut i dashuri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmuar për mirësinë e këtij 10 ditëshi dhe ka sqaruar shpërblimin e madh të punëve në këtë periudhë të begat, duke thënë: Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ashr. Nuk ka ditë në të cilet punët e mira janë më të dashur tek Allahu sesa në këtë 10 ditësh. Domethënë në 10 ditëshin e Dhul-Hijjes, sahabët të habitur i thanë: Wala al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadi në rrugën e Allahut nuk e ka të shpërblim. Qala wala al-jihadu fi sabilillah. Ka thënë al-jihadi në rrugën e Allahut. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay. Përveç atij burri, atij njeriu i cili del me veten dhe pasurinë e tij dhe pastaj nuk kthehet me asgjë. Pra ja kushton veten dhe pasurinë e vet Allahu Tebaraka wa Taala. Ky 10 ditësh, i cili është 10 ditësh më i mirë i vitit, sepse në të bashkohen adhurimet bazë apo bazat e adhurimeve.
në të bashkohet namazi farz, bashkohet sadakaja, agjërimi, haxhi, kurbani dhe shumë e shumë adhurime të tjera. Për këtë arsye në këtë hutbë do të flasim për veprat e mira dhe punët e mira në këtë 10 ditësh e parë të muajit të haxhit, pra Dhul-Hijjes. Së pari agjërimi. Agjërimi, vëllezër dhe motra, ligjërohet në këtë 10 ditësh, ose më saktë në 9 ditëshin e parë, sepse dita e 10 është dita e Kurban Bayramit, e cila nuk mund të agjërohet. Edhe sigurisht që duke qenë se agjërimi është prej tërësisë së punëve të mira, futet në fjalën e Profetit sallallahu alaihi wasallam në përgjithshmërinë e saj, se nuk ka ditë në të cilat punët e mira të jenë më dashur tek Allahu sesa në këtë 10 ditësh. Edhe në qoftë se do të themi se Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka agjëruar këtë 10 ditësh apo 9 ditësh, përsëri argument është fjala e tij sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, megjithëse ka hadith tjetër i cili tregon për atë se ai alayhi salatu wasalam i ka agjëruar 9 ditët, por ky hadith disa dietar e saksojnë dhe disa të tjerë jo. E rëndësishme është se të gjithë dietarët e mëdhëbeve, Hanafit, Malikit, Shafi'it dhe Hanbalit, kanë rënë dakord se pëlqehet agjërimi i 9 ditëve të para të Dhul-Hijjes. Pëlqehet agjërimi i ditëve të para të Dhul-Hijjes. Dhe dita e 9 e saj, që është dita Arafatit, është sunnet i fortë të agjërohet. Dhe këtë të gjithë dietarët e thonë. Pra dita e 9 e Dhul-Hijjes, që është dita Arafatit, duhet agjëruar. Është sunnet i fortë të agjërohet. Sikur se ka thënë profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Shpresoj që me agjërimin e ditës Arafatit Allahu të shlyejë gjunahet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Kështu që kjo ditë nuk duhet lënë pa agjërim. Në qoftë se këtë vit dita Bayramit është ditë në xhuma, pra pas një jave, dita e 9 që është dita e ende, duhet agjëruar që është dita Arafatit. Prej punëve të mira në këtë 10 ditësh është duaja, edhe mes tyre veçojmë duan ditën e Arafatit. Ditën e Arafatit është dita Arafatit është dita në të cilën haxhinët bashkohen dhe unifikohen në Arafat, ku i përgjërojnë Allahut subhanahu wa ta'ala me dua, me dhikr, deri në perëndimin e diellit. Por dhe ne që nuk kemi haxhi, njëkohësisht e agjërojmë këtë ditë dhe po kështu shtojmë dhikrin tonë dhe duan tonë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Të profeti sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a yawmi Arafah. Duaja më e mirë është duaja ditës Arafatit. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe gjë më e mirë që kam thënë unë dhe profetët përpara meje, thot ai alayhi salatu wassalam, është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, i vetëm dhe pa shok. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd, për të është sundimi dhe falënderimi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është i aftë, i fuqishëm për çdo gjë. Pra kjo është dhikri apo duaja më e mirë, thot ai sallallahu alaihi wasallam. Ndaj duhet shfrytzuar me dua dita Arafatit, dita në të cilën Allahu i lartësuar i mburret me lajkeve për besimtarët e tij. Është dita e faljes, dita e suksesit, dita e triumfit, dita e shpëtimit. Ndaj dhe duhet shfrytzuar sa më shumë me dhikr, me dua, me përmendjen e Allahut te baraka wa taala deri në perëndimin e diellit atë ditë. Po kështu, prej punëve të mira është shtimi i dhikrit gjatë gjithë 10 ditëshit. Të shtohet përmendja e Allahut të lartësuar, sikurse Allahu ka thënë: li yashhad wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Ta përmendin emrin e Allahut në ditët e përcaktuara. Për në 10 ditëshin e Dhul-Hijjes, ta përmendin Allahun lartësuar me tasbih, me fjalën subhanallah, takbir, Allahu akbar.
me tahlil la ilaha illallah, tahmid, elhamdulillah, me të gjitha dhikret që kanë ardhur në sunetin traditën profetike. Po kështu, duke shtuar istighfarin, kërkimin e faljes, duke shtuar lutjet. Dhe po kështu, në hadithin tjetër, ku profeti Allahu alayhi salatu wassalam thotë që nuk ka ditë që janë më madhështore dhe më të dashur për Allahun e lartësuar se sa 10 ditë që i Dhulhijhes, më pas thotë fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Ndaj shtonin ato ditë tahlilin, fjalën la ilaha illallah, takbirin Allahu akbar dhe tahmidin, fjalën alhamdulillah. Për punëve të mira në 10 ditëshin e Dhulhijhes është kryerja e haxhit, cili është prej shtyllave të Islamit, i cili duhet kryer dhe është obligim, është farz, të paktën një herë në jetë. Dhe i cili e kryen haxhin sikur duhet, ashtu sikur se duhet, ai inshallah ka pjesë në fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, el-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haxhi pranuar nuk ka shpërblim vetëm se xhennetin. Për punëve të mira në këtë 10 ditësh është bërja e kurbanit. Kurbanet të cilat theren si falënderim për Allahun e lartësuar, si bindje ndaj Tij, si afrim ndaj Allahut Azza wa Jalla, dhe falënderim për jetën që na ka dhënë deri në këtë ditë të kurbanit, të Bajramit, sepse kurbanet fillojnë me ditën e 10, që është dita e Kurban Bajramit, dhe vazhdojnë njëkohësisht dhe gjatë ditëve të tjera, ditën e 11, 12 dhe 13. Allah i lartësuar thot: "Fa salli li rabbika wanhar", falu për Zotin tënd dhe bë kurban për të. Elus Allahun e lartësuar të pranojë punët tona. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falënderimi është për Allahun të vetën, lavdërimi, paqja, shpëtimi i Tij qofshin për profetin Muhammed. Duke vazhduar me punët dhe veprat madhore të 10 ditësh të Dhulhijhes, ndalej pak tek pendimi i sinqert. Taubeja e sinqert. Pendimi i sinqert është obligim për besimtarin dhe besimtaren gjatë gjithë vitit. Sa herë që besimtari mund të gabojë apo të bjerë në gjuna, duhet të pendohet me pendimin e sinqert, duke ndjerë keqardhje për atë që ka vepruar, duke lënë veprën e tij, pra gabimin, duke ndjerë keqardhje për veprën e tij, dhe po kështu të jetë i vendosur të mos kthehet dhe një herë tjetër në të. Sepse gjunahet janë të tilla që nëse nuk pendohesh për to, atëherë gjunahu apo gabimi thret gabimin tjetër. Gabimet rasin njëra tjetrën. E duke qenë se është kohë dhe periudhë e bereqetshme e begat, atëherë dhe kthimi tek Allahu i lartësuar me pendim, me reflektim të vetës, sigurisht që merr një nocion tjetër dhe një parametër tjetër. Ndaj dhe Allahu Azza wa Jalla thot: "Faman taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al-muflihin." Ata të cilët pendohen, besojnë dhe bëjnë vepra të mira, pra pas pendimit, e pasojnë pendimin me veprën e mirë, të tillë do të jenë të shpëtuarit. Dhe së fundmi, sadakaja edhe çdo vepër tjetër e mirë. Pra shtimi i sadakas, shtimi i bamirësisë, ndihmesa e nevojtarëve,
ndihmesa e projekteve që kanë nevojë për ndihmë, leximi i Kuranit, mbajtja e lidhjeve farefisnore, vizita të afërmve, bamirësia ndaj prindërve. Pra çdo vepër e mirë, urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, këshilla e mirë, çdo vepër e mirë merr shpërblim të shumëfisht në këtë muaj dhe periudhë të begatshme.